Të dashur miq, përshëndetje. Sot kam dalë live dhe do të prezantohem në një perspektivë krejt ndryshe. Nuk do diskutojmë politikë, nuk do diskutojmë rreth programeve tona, po do diskutojmë një subjekt që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për çdo njeri. Në çfarë lloj fushë, në jetën e përditshme, në orientimin politik që mund të ketë, në orientimin kulturor, artistik. Në mëngjes, duke biseduar në familje, ishte një rekord që ashtu sikurse unë kam thënë më parë që unë e sfidoj veten time në çfarë lloj fushë. Jam i talentuar apo nuk jam i talentuar? Unë vërtet nuk mund të jem i talentuar në çdo fushë, po i shikoj çdo problem nga perspektiva shkencore dhe filozofike. Çfarë do të thotë kjo? Zakonisht njerëzit shprehen se një person i zakonshëm apo dhe një person që ka një nivel të zhvillimit intelektual jashtëzakonisht të lartë e përdor apo nuk e përdor të gjithë fuqinë e tij të trurit për të zgjidhur problemet, për të arritur sukses. Dhe kjo është jashtëzakonisht sfiduese. Ka jashtëzakonisht legjenda urbane, ka mendime nga më të ndryshme dhe që pretendojnë se njeriu nuk e përdor të gjithë fuqinë e tij mendore, pra nuk e përdor trurin në kapacitet të plotë. Po si qëndron e vërteta? Përse disa njerëz janë të aftë për të arritur suksesin, disa njerëz jo. Disa njerëz arrin, disa të tjerë jo. Si ka mundësi që ne të përdorim në mënyrë më efektive të gjithë atë fuqi intelektuale që ne kemi. Dhe kjo është një pyetje jashtëzakonisht e rëndësishme për njerëzit që duan të menaxhojnë problemet e jetës së tyre, për njerëzit që duan të arrijnë suksese, për njerëz që duan që të jenë efektiv në mënyrën e të vepruarit edhe të menduarit. Qysh në momenti që ne bëjmë këtë pyetje që a e përdor një person të gjithë fuqinë e tij intelektuale apo a ka një njeri ato fuqi dhe potenciale të tija të fshehura që duan zhbllokuar, këtu është zanafilla e problemit. Sikur se tham, shumica janë legjenda urbane. Njerëzit e përdorin të gjithë fuqinë e trurit, të gjitha ato fuqi intelektuale, po ajo nuk është e njëjtë për çdo njeri. Por më e rëndësishme janë rrethanat në të cilat ndodhet një person për ta përdorur trurin e tij dhe për të qenë eficient që të performojnë në maksimum atë fuqi intelektuale që ka. Pra në thelb ky është një problem ekzistencial që lidhet me ekzistencën tonë, lidhet me komplekset ekzistenciale tona, lidhet me kompleksin e frikës, me kompleksin e dështimit, me kompleksin që ne i vëmë vetes autocensurë për të arritur një problem. Është sikur të ngazësh makinat me frenat ngritur. Dhe kjo është thelbi i të gjithë kësaj pyetje që ne po mrem. Nuk kam për një shkrim dhe kam dëshirë që ta ndaj me ju në lidhje me këtë problem duke parë nga pikpamja shkencore dhe filozofike. E kam quajtur miti i trurit dhe drama e potencialit njerëzor. Sikur se tha, njeriu ka krijuar gjithmonë mite për të justifikuar kufijtë e vet. Kufijtë e njeriu janë pa limit. Një nga më të përhapërit është ideja se ai e përdor vetëm një pjesë të vogël të trurit të tij, sikur se thamë. Sikur brenda kafkës së tij të ekzistonte një kontinent i fjetër, një energji hyjnore e pazbuluar. Kjo ka të bëjë me natyrën komplekse ekzistenciale të njeriu. Ky mit është më shumë një ngushëllim se sa një e vërtetë.
Ai na lejon të besojmë se dështimet tona nuk janë pasojë e rrethanave, por e një potenciali ende të paprekur. Pra jemi futur në atë zonën që a e përdorim ne fuqinë intelektuale apo jo. Mirë po, kjo pikpamje shkenca e rrëzon dhe e konsideron këtë si një iluzion. Truri i njeriu nuk ka zona të vdekura apo të fjetura. Absolutisht, kjo nuk është e vërtetë. Çdo qelizë nervore e ka një funksion. Çdo lidhje është rezultat i një historie evolutive dhe personale. Ne përdorim trurin pothuajse tërësisht, po jo me thellësinë, lirinë dhe drejtimin që do të na lejonte të bëheshim ajo që ne dëshirojmë që të jemi. Pra, problemi nuk është sasior, por cilësor. Njeriu nuk jeton në vakum. Truri i tij formosohet nga frika. Pra, emocioni më bazë ekzistencial tek njeriu është frika. Tjetër nga varfëria, nga dhuna simbolike e sistemeve politike, nga shkollimi që mëson bindjet dhe jo mendimin. Në kushte të tilla, mendja nuk projekton universin, por ndërton një stre mbi jetese. Ajo bëhet e zgjuar për të duruar, po jo për të krijuar. Kështu lind paradoksi, një truj i jashtëzakonshëm i mbyllur në një jetë të vogël. Trauma është arkitekt i heshtur i kufive tanë. Dështimi, sikurse ne e përmendëm edhe në fillim. Një shoqëri e traumatizuar prodhon individ të zgjuar por të friksuar, ashtu sikurse realisht ka në Shqipëri. Njerëz që dinë të mbijetojnë por jo të ndërrojnë. Truri në presion të vazhdueshëm aktivizon instinktin e tij vetëmbrojtës, por jo vizionin. Kreativiteti nuk vdes nga mungesa e talentit, por nga mungesa e sigurisë ekzistenciale. Më pas vjen programimi kulturor, që fëmijë mësojmë të mos dalim nga rreshti, të mos bëjmë pyetje të rrezikshme, të mos trazojmë qetësinë e rreme. Kultura, kur nuk është në formën që të çlirojë, bëhet një formë e sofistikuar e burgut ton të brendshëm. Ajo nuk ndalon mendimin, por e bën ata të turpëruar. Frika nga turpi, frika nga dështimi, frika se mos shoqëria të quajë ty një idiot, një budall. E kjo ka një fuqi jashtëzakonisht të madhe në kreativitetin ton dhe në të qenit të lirë, që ne ta zgjojmë fuqinë tonë kreative. Ideja e potencialit të fshehur është krejtësisht e keq kuptuar. Potenciali nuk është një dhuratë mistike që pret të zgjohet, por një strukturë që ndërtohet dal nga dal, me përpjekje, me butësim, me kuptim, duke sfeduar veten në çdo moment dhe në çdo gjë. Kjo është rruga që një njeri të zbulojë atë që është i aftë të bëjë më mirë. Truri nuk shpërthen, ai thellohet. Ai nuk shlirohet me dogma, por me kushte reale, lirie, me sfidë, me provë, me praktik, me të punuar për ditë, duke eliminuar gabimet, duke mos pasur frikë nga dështimet. Njeriu lëzon vetëm kur jeta e tij ka kuptim. Pa një qëllim që e tejkalon interesi personal, mendja shpërndahet, energjia tretet dhe talentet kthehen në nostalgji. Historia tregon se epokat e mëdha nuk kanë lindur nga trupa biologjikisht superior, por nga një shoqëri që i dhan mendjes arsye për të fluturuar dhe për të ndërruar. Prandaj, pyetja e vërtet nuk është sa përqind e trurit ton përdorim, po çfarë bote i ofrojmë trurit për të përdorur veten plotësisht, sepse mendja njerëzore është një instrument kozmik. Por ajo tingëllon vetëm kur shoqëria nuk i mban duart e lidhura, kur shoqëria nuk krijon kufizime, kur një Shqipëri është ndërtuar me sisteme të tilla që stimulojnë një njeri
që të sfidoj, të provoj dhe të nxjerrë talentet e saj. Dhe ndoshta kjo është tragjedia më e madhe e njeriut modern. Nuk është mungesa e inteligjencës, por normalizimi i një jete që kërkon asgjë madhështore prej saj. Pra, ne sot jetojmë në një epokë që i besojmë jashtëzakonisht teknologjisë, kur ne duhet i besojmë më shumë vetes tonë. Konkretisht, përdorimi i teknologjisë është thjesht gjithë ai potencial i krijuar nga njerëzimi deri më sot. Dhe programet e përdorin atë si një mini rari dhe për të nxjerrë atë opsionin që është më optimal, më i miri. Po pyetja është, a do të vijë një kufi që kjo minier të mbarojë, sepse resurset gjatë gjithë kohës janë të fundme. Edhe në atë moment kur të arrijë kjo pikë që i gjithë potenciali intelektual i krijuar nga njeriu deri më sot do të mbarojë, atëherë do të jetë fundi i çfarë lloji shoqërie. Do të jetë një shoqëri që konsumi, që vetëm përdor, por që nuk krijon. Dhe gjithë kjo periudhë kur njerëzit do të besojnë teknologjisë, nuk do të besojnë asaj që është burimi i gjithë shka të mirë trurit njerëzor që e ka krijuar të gjithë potencial njerëzor me zhvillime në të gjitha fushat e jetës, në shkencë, në arsim, në gjithçka tjetër, atëherë nuk do teknologjia sa do sofistikuar të jetë, nuk do të ketë lëndën e parë që të përdori për të përdorur dhe për të dhënë opsione njerëzit që e përdorin. Prandaj, ne ndodhemi në një epokë të tanishme që jemi në hapat e parë, po do të vijë një moment ku kjo do të bëjë një shutdown dhe nuk do të ketë atë lëndën e parë për të ecur më tej. Prandaj jam dakord me përdorimin e teknologjisë, por njerëzimi, zhvillimi e tëra duhet të mbështeten më shumë në atë që ne kemi, ashtu sikur si ne kemi krijuar deri tani, edhe në atë që kemi krijuar edhe ta çojmë tej. Pra, në potencialin që e ka burimin në të menduarit e të vepruarit tonë në mënyrë kritike dhe në fillimin e çdo gjë, sikur se thuhet që fillimi i çfarëdo lloji filozofie është habia. Nëse njerëzit nuk do të jenë kurioze, nuk do të habiten me diçka për një njerëz që duket krejt ajo gjë duket krejt normale, atëherë nuk do të ketë në zhvillim. Besimi tek teknologjia është i mirë, po duke e përdorur në masën e duhur, jo duke u përdorur në masën e plot. Ne po jetojmë në një periudhë që është miks midis teknologjisë dhe mendimit njerëzor. Shpresoj që të ruhen edhe të ketë drafte ligjore që mos a lejojnë që teknologjia të përdoret më tepër se sa përvoja njerëzore. Kjo ishte që ndava me ju, shpresoj që t'jetë diçka që i shërben atyre njerëzve që e kanë një farë edukimi dhe atyre njerëzve që për ditë jeta e zakonshme i ka bërë të mendojnë thjesht vetëm për të krijuar ato mjetet e jetesës edhe të harroj se si të mendoj apo dhe të veproj në përputhje me situatët dhe kushtet në cilat ndodhet. Mirupafshim.